Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve, i cili na krijoi, na udhëzoi, na begatoi me mirësi të panumërta dhe na bëri përgjegjës për çdo dhunti që na ka dhënë. Atë e falenderojmë për begatitë e dukshme dhe të padukshme. Salavat dhe selame qofshin mbi të dërguarin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili na mësoi se çdo begati është amanet, se secili është përgjegjës për atë që i është besuar dhe se njeriu do të pyetet për jetën, diturinë, pasurinë dhe forcën e tij. Paqja dhe shpëtimi qoftë mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij të zgjedhur dhe me të gjithë ata që e pasuan dhe do të pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Takatistës. Të dashur vëllezër, xhamati i vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është: je i ngarkuar me përgjegjësi për atë që të është dhënë. Allahu xhalla shanuhu wa jalla jalaluhu thotë se njeriu nuk e kanë krijuar kot pa qëllim. Kthimi i te krijuesi është plotësisht i sigurt, e ki kthim me në kupton edhe përgjithësi. Ne kemi ardhur në këtë botë dhe secili prej nesh krijuesi ka dhënë një pjesë të saj. Atë që kemi marrë, dikujt pozitë më të lartë, dikujt më të ulët, e kemi marrë që të sprovohemi në atë që na është dhënë. Përmes ajetit nga surja Al-Falaq, Allahu xhalla shanuhu wa jalla jalaluhu na tregon se çfarë duhet të jetë qëndrimi im ndaj asaj që na është dhënë nga kjo botë, dhe të shpenzoj i pasuri sipas pasurisë së tij. E ai që ka furnizim të kufizuar, le të shpenzoj nga ajo që i ka dhënë Allahu xhalla shanuhu wa jalla jalaluhu. Allahu xhalla shanuhu nuk e ngarkon askënd më shumë se sa i ka dhënë. Allahu pas vështirësisë do të sjellë lehtësim. Të gjithëve na janë dhënë begati të panumërta nga Zoti dhe prej njeriu kërkohet mirënjohje. Musa alayhis salam tha: o Zoti im, nëse të bëj sejdë, ajo është prej teje. Nëse jap sadaka, edhe ajo ta është prej teje. Nëse e përcjell shpalljen tënde, edhe kjo është prej teje. Atëherë, si mund të të falenderoj pa ty? Allahu xhalla shanuhu wa jalla jalaluhu i tha: tani më ke falenderuar kur e kuptove se gjitha begatit janë prej meje. Unë do t'jemi kënaqur me ty dhe këtë do ta pranoj si falenderimin tënd. Kjo botë u është ndarë njerëzve sipas urtësisë dhe vullnetit të Allahu xhalla shanuhu wa jalla jalaluhu. Dikush ka marrë më shumë, dikush më pak, dikush aq shumë sa i tepron, e dikush aq pak sa në mezi i mjafton. Përgjegjësia e secilit është në përpjesëtim me atë që ka marrë. Disa njerëzve Allahu xhalla shanuhu ka dhënë dituri. Ata janë të obliguar ta jetojnë atë që kanë mësuar dhe ta përhapin dijen. Dietarët në tokë janë si yjet në qiell. Ata janë shembull dhe udhërrëfyes për të tjerët. Ulemaja është trashëgimtare e pejgamberëve të Allahu xhalla shanuhu wa jalla jalaluhu. Dietarët duhet të jenë të moralshëm dhe të pakorruptueshëm. Ata duhet të jenë shembull për njerëzit. Sot, këta të ditur i quajnë intelektual. Juve ju drejtohen. Krijuesi ju ka dhënë dituri. Ju dini ta dalloni të mirën nga e keqja dhe të dobishmën nga e dëmshme. Keqpërdorimi i kësaj begatie të dhënë është shenjë mos mirënjohjes ndaj saj. Sa mirënjohje për atë që kanë marrë tregon inteligjenca jone sotme dhe shihet kudo. Ata janë tërhequr dhe janë dorëzuar pas dashurisë për dynjan, ndërsa janë të obliguar të këshillojnë, të udhëzojnë, të luftojnë për vlerat universale, të
të kujdesen për popullin e tyre dhe vazhdimisht të punojnë për të mirën e tij. Allahu xhalla shanhu wa xhalla xhalalu thot: a janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Nëse nuk janë të barabartë në përfitimin dhe shfrytëzimin e mirësive të kësaj bote, nuk janë të barabartë as në përgjithësi. Secili do të jap llogari sipas asaj që i është dhënë. Disa njerëzve Allahu xhalla shanhu ka dhënë pushtet. Pushteti jepet nga sunduesi suprem, sunduesi i botave dhe i ditës së gjykimit. Ti i ja jep pushtetin kujt të duash dhe i ja merr kujt të duash. Kështu na drejtohet Allahu xhalla shanhu në surën Ali Imran, ajeti 26. Allahu xhalla shanhu wa xhalla xhalalu këtë begati e jep dhe si për çdo begati tjetër kërkon falënderim. Në këtë rast falënderimi ndaj Allahu xhalla shanhu është shërbimi. Allahu xhalla shanhu wa xhalla xhalalu të ka zgjedhur dhe të ka besuar të vendosësh për çështjet dhe punët tona të përbashkëta. Shërbimi me ndërgjegje dhe vendimmarrja me drejtësi janë falënderimi ndaj dhuruesit. Ndërsa keqbërderimi i pushtetit dhe nënshtrimi i interesit të përbashkët, interesit tanë personal, është shkatrim si për ti ashtu edhe për ne. Ti nuk do të ishe në pushtet si për Allahu xhalla shanhu të mos ta kishte dhënë. Prandaj, si Musa alayhi salam, bëhu i vetëdijshëm se prej nga e pushtetit, dije se ai është dhurata Allahu xhalla shanhu dhe shprehe falënderimin duke u shërbyer njerëzve. Dikujt Allahu xhalla shanhu wa xhalla xhalalu i ka dhënë pasuri, madje shumë pasuri. Allahu nuk e ngarkon askan më shumë se sa i ka dhënë. Ai që është begatuar me pasuri, falënderimi i tij është ta japat, të ndajë nga ajo që i është dhënë dhe me pasurinë e tij ta fitojë xhenetin. Të gjithë do të japin llogari në ahiret, se prej nga e fituar pasurinë dhe ku e shpenzuar. Allahu xhalla shanhu i ashton pasurinë atij që jep. Muhamedi alayhis salam është betuar se ai që ndan nga pasuria e tij, Allahu xhalla shanhu do t'i ashtojë atë atij personit. Dërsa ai që lyp, do se është i aftë të punojë, siç është betuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, varfëria e tij vetëm sa do të thellohet hala e më shumë. Musa alayhis salam tha: nëse jap sadaka, ajo është prej teje, o Zoti im. Pra ajo që kam, e kam sepse Zoti i botëve ka dashur që ta kem. Vetëdia se gjithçka që zotroj është dhurata Allahu xhalla shanhu, është shenjë e mirënjohjes. Kjo vetëdije do të na nxjisë që begatitë e dhuruara t'i ndajmë me të tjerë. Allahu xhalla shanhu wa xhalla xhalalu të ka dhënë fëmijë. Për këtë dhurat mban përgjegjësi të madhe. Fëmijët edukohen, siç mëson Imam Ghazaliu, shumë vite para se të lindin fëmijë. Kur lindin, je i detyruar të vësh emra të bukur musliman. Kjo nuk është çështje e parëndësishme, sepse ai emër do të ketë rëndësi në ditën e gjykimit, kur do të thirremi para Zotit të botëve me emrat tanë të bukur. Dhe të jemi të vetëdijshëm për rëndësinë e emrit, sepse ai na përcakton si individ dhe si popull. Ka dëgjuar pejgamberin alayhis salam kur urdhëron: vendosni fëmijëve emra të bukur. Je i obliguar të ofrosh fëmijëve edukim dhe arsimim. Edukimin u jep duke u treguar me jetën tënde se si jetohet udhëzimi i Allahu xhalla shanhu wa xhalla xhalalu. Që ta kesh më të lehtë edukimin e kije në dispozicion me këtë. Aja është vendi ku shatojnë fidanjet e ri, të cilët në këtë botë do t'japin frike dhe do t'i sjellin dobi shoqërisë. Ndërsa në ahiret do të gëzojnë fritet e punës së tyre. Allahu xhalla shanhu wa xhalla xhalalu të ka dhënë familje dhe secili është përgjegjës për kopën e vet. Ke fëmijë, e ai ka të drejtat e tij, ndërsa ti ke detyrimet e tua ndaj tij.
të është dhënë forcë për dorat në rrugën e Allahu xhaleshën, të është dhënë shëndet, shfrytëzoje para se të vijë sëmundja. Allah nuk do të na kërkojë llogari për atë që nuk e kemi ne. Do të përgjigjemi vetëm për atë që ai na e ka dhënë. Muhamedi alayhis salam ka thënë, veprat nuk i shkruhen atij që nuk ka mendje, që nuk ka arsye. Ata që kanë mendje do ta menaxhojnë atë që u është dhënë në mënyrë që dëshira për kënaqësinë e Allahut xhaleshanu të jetë gjithmonë në vendin e parë. Allahu i lartësuar nuk e ngarkon askën për te mundësive të tij, por të gjithë do t'japim llogari për atë që kemi marrë prej tij. Le të jemi të vetëdijshëm për begatitë që na janë dhënë dhe t'i përdorim ato në mënyrën më të cilën ai është i kënaqur, sepse kjo është forma më e mirë e falënderimit ndaj Allahut xhaleshanu. O Allah i madhruar, na bëj të vetëdijshëm për begatitë e tua të cilat na i ke dhuruar, ashtu si Musajin alayhis salam, të na numërosh ndër mirënjohësit. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.